Tung, sot ne do të eksplorojmë aktivitete që mund t'ju ndihmojnë të përballeni me vështirësitë për të funksionuar gjatë ditës dhe të rrisni produktivitetin tuaj. Kur ndjeni të mbingarkuar ose të stresuar, bërja e ndryshimeve të vogla pozitive në rutinën tuaj mund të bëjë një ndryshim të madh. Le të shohim disa aktivitete praktike të ilustruar me shembuj për t'ju ndihmuar të menaxhoni më mirë ditën dhe të qëndroni produktiv. Jepini përparësi detyrave të vogla dhe të menaxhueshme. Kur detyrat ndihen dërmuese, ndarja e tyre në detyra më të vogla mund t'ju ndihmojë të bëni përparim të qëndrueshëm. Për shembull, nëse keni nevojë të pastroni të gjithë banesën tuaj, në vend që të përpiqeni të bëni të gjitha menjëherë, përqendroni vetëm në një zonë. Ndoshta vetëm në kuzhinë ose në një cep të dhomës së ndejes. Pasi të jetë bërë kjo, përgëzoni veten dhe kaloni në pjesën tjetër të shtëpisë. Kjo e bën detyrën të ndihet më pak frikësuese dhe ju ndihmon të qëndroni të motivuar ndërsa shihni përparimin tuaj. Praktikoni mindfulness dhe frymëmarrje të thellë. Ushtrimet e mindfulness janë të shkëlqyera për të reduktuar stresin dhe për të përmirësuar fokusin. Merrni disa minuta çdo ditë për të ulur në heshtje dhe për të marrë frymë thellë. Për shembull, mund të uleni në tavolinën tuaj ose edhe në divan. Të mbyllni sytë dhe të përqendroni vetëm në frymën tuaj. Merrni frymë duke numëruar deri në 4. Mbajini frymën duke numëruar deri në 4 dhe më pas nxirreni frymarrjen duke numëruar përsëri deri në 4. Përsëriteni këtë për disa minuta. Me kalimin e kohës, kjo ju ndihmon të ulni rrahjet e zemrës, të pastroni mendjen dhe të rivendosni gjendjen tuaj emocionale, në mënyrë që të jeni gati të përballoni detyrat me një mendje më të qetë dhe më të fokusuar. Vendosni një rutinë. Ndërtimi një rutine të përditshme mund të zvogëlojë ndjenjen e kaosit dhe të bëjë ditën tuaj më të parashikueshme. Për shembull, filloni duke vendosur një orë specifike për të zgjuar çdo ditë. Edhe nëse është vetëm 10 minuta më herët se zakonisht. Ndiqni atë me një ritual të thjeshtë mëngjes, si të pini një gotë ujë, të bëni ndonjë ushtrim fizik ose të hani mëngjesin. Kjo mund të jetë fillimi për një ditë të strukturuar. Në mbrëmje, vendosni një rutinë përmbyllëse. Ndoshta lexoni një libër për 20 minuta ose bëni një seancë të shkurtër meditimi për të përgatitur trupin dhe mendjen tuaj për pushim. Kufizoni shpërqendrimet. Shpërqendrimet janë një vrasës i madh i produktivitetit. Provoni teknikën Pomodoro për të qëndruar në rrugën e duhur. Për shembull, vendosni një kohë matës për 15 minuta dhe përqendrohuni vetëm në një detyrë. Qoftë duke shkruar një email ose duke punuar në një projekt. Pas 15 minutash, bëni një pushim 5 minutësh për të ushtrirë ose për të pirë një pije. Pastaj, përsërisni këtë veprim edhe me 15 minuta të tjera duke punuar. Kjo ndihmon në ruajtjen e fokusit dhe ju ndihmon të jeni të motivuar. Ju gjithashtu mund të kufizoni shpërqendrimet duke fikur njoftimet në telefonin tuaj për t'ju ndihmuar të qëndroni të fokusuar gjatë punës. Përdorni mekanizma përballues të shëndetshëm. Shembull, nëse ndjeni të mbingarkuar, bëni një shëtitje të shpejtë 10 minutëshe jashtë për të pastruar mendjen. Ose provoni të shkruani ditar për 5 minuta për të shprehur ndjenjat tuaja. Shkrimi i mendimeve tuaja shpesh mund të sjellë qartësi dhe të reduktojë tensionin emocional. Nuk është e rëndësishme se a keni shkruar bukur apo keni bërë gabime drejtshkrimore. E rëndësishme është që të shkruani atë që ndjeni. Një tjetër mundësi është të dëgjoni muzikë qetësuese për 10 minuta, e cila mund t'ju ndihmojë të qetësoni nervat dhe të rivendosni disponimin tuaj. Kërkoni mbështetje. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë ose të flisni me dikë kur ndjeni të stresuar. Për shembull, mund të telefononi një mik të ngushtë gjatë pushimit tuaj për të biseduar. Apo mund të shkruani në chat që gjendet në këtë faqe. Vullnetarët do të jenë të gatshëm të bisedojnë me ju dhe t'ju ofrojnë alternativa për ballafaqim. Vendosni kufi për vetkujdes. Të dish se kur të thuash jo, është thelbësore për të ruajtur ekuilibrin. Për shembull, nëse ndjeni të mbingarkuar në punë, mund t'ju duhet të refuzoni të merrni përsipër një projekt shtesë. Vendosja kufive do të thotë të kujdesesh së pari për veten. Ju gjithashtu mund të vendosni kufizime në kohën që shpenzoni në telefonin tuaj ose mediat sociale, në mënyrë që të keni më shumë kohë për aktivitete që ushqejnë shëndetin tuaj mendor, si leximi një libri ose të bëni një dush që mund të jetë relaksues. Përfshirja e këtyre aktiviteteve në ditën tuaj, pavarësisht nëse është vendosja e qëllimeve të vogla, praktikimi i vëmendjes ose kërkimi i mbështetjes, mund t'ju ndihmojë të menaxhoni sfidat e shëndetit mendor duke qëndruar produktiv. Çelësi është qëndrueshmëria. Hapat e vegjël çdo ditë mund të çojnë në përparim. Faleminderit që ndoqët këtë video dhe vazhdoni të qëndroni në faqen shëndetimendor.org.